Le të njihemi me Ranjen bukuroshe dhe fatin e saj për sot. Më quajnë Ranja Panajoti. Jam 17 vjeç dhe vi nga qyteti Tirana. Pasioni im për muzikën nuk ka nisur në fakt që kam qenë shumë e vogël, ndërsa tani sa më shumë që rritem, kënga bëhet një pjesë e jetës time e pandashme dhe diçka që e dua vërtet shumë. Edhe në qoftë se unë nuk arri të heci shumë këtu në The Voice, do vazhdoj gjithmonë të merrem me muzikën sepse jam tepër e lidhur me të. Gjithmonë do jetë një aksesori imi që do më duhet gjithmonë. Përveç muzikës, mua më pëlqen të merrem me modën, sepse më duket një aksesor tjetër që mund të ketë për shembull një këngëtar apo edhe thjesht një njeri i zakonshëm. Në The Voice kam ardhur fillimisht për të provuar veten time. Shpresoj që do jetë një eksperiencë vërtet e bukur. Remember those walls I built? Well, baby, they're tumbling down. They didn't even put up a fight. They didn't even make a sound. It's like I've been awakened. Every rule I had you breaking. It's a risk that I'm taking. I ain't never gonna shut you out. It's written all over your face. Ka emocion. Baby, I can see your halo. Edhe këngën se ka gjetë mirë. Can see your halo, halo. 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 Komplimenta, unë më në fund e kompletova skuadrën time dhe dua di emrin me cilën Ranja. Ranja, shumë emër i bukur. Ranja ke një zë kristalin, bukur, erdhe sonte bukur me emocion, mua më godite, disi, pate probleme intonacioni, por për atë jemi ne këtu, për t'ju guiduar, për t'ju futur në shina, në brazda, e për t'ju dhënë atë mbështetjen e duhur. Dhe nuk më mbetet gjë tjetër se të them, mirë se erdhe, konkurrentja ime e fundit. Bravo, bravo, suksese. Hajde. Sa rehate pas ke marrë, hajde këtu. Si e? Mirë. Okej. Tani kënga që ti këndove ishte natyrisht shumë e vështirë, do me thënë kapte nota lartë, po ti nuk e di se çfarë nota ka kapur mami sot, tip nga këto, tip oktava, ku di unë, tip ajo dhe Mariah Carey, mund të... A je lumtur? Po, shumë e lumtur. Okej. Lodhja u shpërblyet, do me thënë. Normalisht.